Duhet kishte një grup sot brenda Partisë Demokratike që të merret dhe të bënte këtë lloj bilanci, ndoshta, për të qëndruar në krah të shpejt për të folur për bilanc, për bilanc. Edhe në skenaret më optimist situata nuk është e kaluar. Në jug Vjosa sot pasdite doli nga shtrati dhe Vjosa është një përbindësh për te i bukurisë që ka kështu si lumi bukur, lumi egër, blue, kur vërshon është lumi më agresiv në vend, pasi dalet i nga shtrati është but, por ka në të dy anët, ka gjërësit madhe dhe ka hapësira të pjerta dhe brenda pak orësh pushton 10.000 hektar tokë dhe tërheqja është edhe më e vështirë edhe në momentin kur bie sërish në shtratin e vetë. Kështu që bërja llogarive besoj do marrë kohë, por llogarit do shkojnë njësoj si gjithmonë, prit sa të bëhen ato, inspektori, do shkruajmë 2 lavatriçe, një frigorifer, historira në këto që përfundojnë dhe banalizohen. Dhe unë shpresoj që ata t'i marrin parat e dënshpërblimit, por në fund sërish vazhdoj të mendoj që nuk është kjo zgjidhja. Për ta përmbyllur këtë, që të mos kthehemi prapë ke përmbytja. Përmbytja politikës, unë mendoj që është edhe më e rëndë se sa përmbytja e territorit të vendit, pasi besoj fort që përmbytja e territorit është pasojë e përmbytjes së politikës. Ftesa e Partisë Demokratike për nesër është një përpjekje për të thënë publikisht që unë po i ftoj, por ata nuk duan. Se çfarë ka ndodhur? Java e fundit të 2025-s demonstroi një situatë gati komike, ku 4 faktor opozitar çdo ditë bënin nga një protestë. Çdo ditë njëri bënte protestën këtu në orën 12, tjetri bënte këtu në orën 5, tjetri këtu në orën 6. Kishte një garë se cila të tregonte se sa njerëz mund të mbledhej. Pra kishte një përpjekje për treguar se kush mbledh më shumë njerëz në përsheshe. Dhe pastaj e përmbylli këtë garë, po vetë Partia Demokratike në atë protestën kombëtare, ku mblodhej sa mblodhen njerëz në bulevard dhe i vuri ka pak historisë që vazhdoj të jemi ne partia më e madhe opozitare. Që mbledhi më shumë. Por mendoj që nuk është koha për të treguar se kush është partia më e madhe opozitare. Sot opozita në tërësi, që nuk është vetëm Partia Demokratike, që nuk janë vetëm 4-5 parti opozitare. Opozita është ai elektorati gri që është i papërfaqësuar. Është populli opozitar, i cili mendon që duhet dalë në rrugë, por nuk del për X arsye. Dhe kjo pyetja se pse shqiptarët nuk dalin, nuk merr ende përgjigje, sepse vetë partit besoj që nuk janë në gjendje të ofrojnë jo thjesht objektivin e tyre të rrëzojmë Ramën, por të ofrojnë një platformë që do të tërheq edhe ata që mendojnë që qeveria duhet largohet, por nuk shikojnë alternativën e duhur për ta zvendësuar. Sot opozita ka dalë në rrugë dhe këtu nuk ka zgjidhje tjetër. Në momentin kur dilet në rrugë, zgjidhja është vetëm forca, jo dhuna. Forca që buron nga numri i njerëzve që protestojnë. Një qeveri përballë popullit turm agresive dorëzohet në çdo vend. Por nuk dorëzohet përballë një proteste 2 orëshe, sado e madhe të jetë. Sikundër nuk dorëzohet përballë një proteste edhe 1 mujore, si ajo e Shqipëria bëhet me 3 njerëz. Në këto kushte, Partia Demokratike përpiqet që t'i mbledh këto. Nga këta e mori përgjigjen. Asnjëra nga partitë e reja nuk do të shkojë. Ideja është për të tërhequr aktorë të tjerë, por nuk është hera e parë. Është artikuluar në 10 herë që Partia Demokratike është e hapur. Partia Demokratike hap dyert. Hajdeni, po ku? Hajdeni juve, po në qoshe do jem unë, Flamuri, kush tjetër me radhë ata që kanë një jetë që rrinë aty, kjo nuk quhet hapje. Dhe mbi gjitha, në kauzën opozitare sot, ka vetëm një objektiv, të iki Rama. Qeveri teknike. Dhe në momentin para se po qeveri teknike, duhet të iki Rama herë liroj vendin. Dhe në momentin që ikën Rama, automatikisht supozot që i vjen Rada Berishës për të shkuar në karrige. Pyetja është, a është kjo gjëja që i duhet sot Shqipërisë dhe shqiptarëve?
Ama përmirëson më jetën kjo? Unë përgjigjen e kam, unë them jo. Por ka shumë të tjerë që ende se kanë këtë përgjigje. Por janë në dilemë. Çfarë duhet bërë jo për të ndryshuar qeverinë, po për të ndryshuar këtë sistem, sepse sot nuk bëjmë fjalë për një kryeministër të korruptuar apo për 4-5 ministra se po i heqin këta. Këtu bëjmë fjalë për një sistem të tërë të korruptuar, biznes të korruptuar, politikë të korruptuar dhe të inkriminuar për më keq. Edhe median mund të përfshish në shtyrë. Partitë politike janë autoritariste. Duhet me ligj që të diktohet demokracia brendshme në parti. Pse kemi ende Sali Berishën këtu që sikën? Pse kemi ende Edi Ramën që ka 13 vjet në pushtet dhe nuk bën zgjedhje në parti? Pse kemi ca partitë të tjera që i kanë kryetarët e tyre po dalin pension apo kanë dalë pension dhe nuk ikin? Sepse nuk e dikton asgjë demokracinë e brendshme. Nga lind korrupsioni. Kush e prodhon? E prodhon mënyra se si funksionojnë partitë politike. Fushë ushqen politikën në Shqipëri. Nga i gjen parat. Asnjëra nuk do të bëjë transparencë. Parat vijnë nga korrupsioni, parat vijnë nga kanalet e zeza. Këto e ushqen. Partia kur hipën pushteti detyrohet këtij që i dha para për të financuar fushatën, do ja kthej në tendra. Ky që merr tendrat krijon oligarkinë, oligarkia dikton ligjet. Miratoi një ligj thot për të marrë këtë investitori strategjik, të japim këtij këtë gjirin, këtij këtë lumin, këtij këtë malin, këtij këtë kodrën. Dhe çfarë ndodh? Politika në dorën e një njeriu, biznesi në dorën e 5 njerëzve, pushteti gjithë në dorën e 5 njerëzve. Duhet përmbysur kjo, jo dhe kjo nuk përmbyset thjesht duke larguar Edi Rama dhe duke sjellë Sali Berishën. Se Sali Berisha ishte ai që nisi të bëj këto që socialistët i shndruan dhe i ngritën piedestal. Kjo gjë mungon sot. Kjo mungon të thuhet shqiptarëve që ne do vim, por ky vend ka nevojë për të çliruar partitë politike nga korrupsioni dhe krimi, të bërit biznes nga korrupsioni dhe krimi, të çlirojë median nga kapja përmes interesave që lidhen me fondet publike. Që shqiptarët kuptojnë që alternativa tjetër nuk është thjesht të ndrojmë kryeministrin, se me këtë kemi ecur ne. Ta heqim këtë i herë, po vetëm nuk ka rëndësi kush vjen, vetëm ti ki ky se ka bërë baltë shumë. Hiq të keqen më të vogël, hiq të keqen më të madhe, se do sjellën të keqen më të vogël, ka ndodhur pikërisht e kundërta. Nëse një faktor opozitar do ulej dhe të shtronte sot para shqiptarëve pikërisht këtë nevojë, do bëhet kjo, mendojmë të bëhet kjo, duhet përmbysur kjo, duhet sjell një rregull i ri loje, ligji elektoral. Me ligj, PD-ja dhe PS-ja kanë siguruar sundimin monopoli politik. E qeverisë dhe forcës më të madhe në opozitë. Duhet një ligj elektoral që të garantojë zgjedhjet e lira dhe të drejta dhe të jetë të paktën të rezistojë dy proceseve zgjedhore. Ne bëjmë reformë zgjedhore, sa herë ka zgjedhje dhe e lëmë për 3 javshin e fundit, arënojmë në gjësa për të marrë punë dhe shkohet në pazarin e natës. Shkojmë në limitet e kohës tjetër. Në këto kushte, unë mendoj që nëse opozita do vazhdoj të mendoj thjesht të mendoj që do iki Rama, do na e heqin amerikanët, do na e heqi Spaku dhe mjafton pastaj do lirohet karrikja. Dhe secili prej atyre që janë në tregun e opozitarizmit sot, shpresojnë që lirohet karrike kush vetë kapi i pari, ndaj edhe fryma e bashkëpunimit është pothuajse zero.